Atëherë pas betejës se 14 qershorit është po dhe ishte e mediate, ishte që vërtet gatishmëria e djemve me rrok armët ishte shumë e madhe, por mundësia me armatos gjithë ishte shumë e vogël dhe kapacitetet tona nuk ishin që aq numër që kërkojshin me u armatos nuk kishte armë dhe ishte nevoja çdo herë që gjenden hapësina, po më furnizu gjenden hapësina që të shkohet në drejtim Shqipërisë dhe atje duhet të shkojnë një grup sa më i madh dhe në mënyrë domethënë të vazhdueshme, jo vetëm të njëhershme, të vazhdueshme, domethënë ashtu qysh e ke mundësia shtapa lokale në këtë rast secilit fshat dhe na u dha mundësia që unë të isha pjesë atij karboni që të shkohet edhe të shkojnë në drejtim Shqipërisë me u armatos, shkum dikun rreth, nëse nuk gaboj, dikun 60 djem trit nga Cermioni në drejtim Shqipërisë dhe atje arritëm pas një rrugë gjatë, na gjithë jemi ndjeni të asaj vështirësie të madhe që e kanë konfiguracioni bjeshve të nemra që është vërtet tepër shumë terren i thyeshëm dhe arritëm atje, pastaj ishin disa ditë pritje që deri të furnizum dhe në atë momente ne dikun ka mesi kurrikit, nëse nuk gaboj, kemi marrë rrugën për në Kosovë dhe nëse nuk gaboj bashkë me neve kanë qenë edhe herojt, sot janë herojt Kosovës, Bedri Shala, Bekim Berisha dhe Fadil Nimani. Pas kësaj nisje, dikun nëse nuk gaboj, kemi qenë në total 1200-300 ushtarë, po patëm rënë prita, dhe një pjesë e madhe ushtarëve keni rënë prita gjatë rrugës? Gjatë rrugës, po, për me kalu kufirin se gjithë, ai numër i madhe i ushtarëve ishtin të armatosur, dikush kish për shembull 4-5 granata, dikush i kish prej edhe tankut, dikush i kish 2-3 armë, qoftë një personale, po edhe 2 për shtabe lokale, nevojat ushtarëve këtu që u paraqitje nevoja për të armatosur, dhe kështu që pas kalimit të asaj vije kufitare, ram disa herë në prita dhe një pjesë e madhe ushtarëve u detyruam të kthehen prapë në Shqipëni, për shkak që s'patëm mujtë të vërtojmë dhe patëm hasa edhe në për fushat minume, edhe në për prita. Kjo është gjatë kthimit? Gjatë kthimit po ta fillojmë. Dhe të e marrë parasysh edhe ngarkesën? Edhe ngarkesa shumë e madhe, po besoj që secili ushtar ngarkesën që cilën e ka pas minimum nër 30 kila nuk ka qenë ngarkesa cilën është dashur ta bartë. Në rrugë malore me një ngarkesë? Me një ngarkesë jashtëzakonisht shumë të madhe, ki parasysh edhe terreni që ka qenë shumë i thyeshëm edhe pritat eventuale që është buvaki në kont të pozicionuar në momente ku ti nuk e ke prit.